Fermerët që kanë aplikuar në fillim të këtij viti për të përfituar mbështetje financiare në sektorin e tëmbjellave stinore, frutikulturës, vreshtarisë, bletarisë, gjedhve të tjerë, ende nuk kanë kaluar parat. Burime për Mat Televizion thanë se ditët e fundit ka nisur dhënia e lekëve sipas kategorive të përcaktuara nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Fermerët që kanë aplikuar në skemën e fillimit të këtij viti duhet të marrin fondet për fara e fidan që i kanë mbjellë, për bimet mjekësore, për kultivimin e sera e të tjerë. Kultivuesit e perimeve luleshtrydheve dhe rrushit do të duhet të marrin 200.000 lekë për hektar, edhe fermerët e bimëve medicinale do të marrin 30.000 lekë të rinj për hektar. Po ashtu, në fuqi do të vijojë të jetë edhe skema e naftës pa taksa, por as kjo e fundit nuk është mbyllur si proces, ndonse jemi në muajin e parë të vjeshtës. Skema parashikonte që me 1.000 lekë për koshere të mbështeten bletaret me jo më pak se 50 koshere. Për këta të fundit ka nisur procesi ndarjes së parave nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Për blegtorët që mbashtojnë viça, skema mbështetëse parashikon 5.000 lekë për krerë. Ata që mbashtojnë lopë përfitojnë 90.000 lekë mbështetje për tufa jo më të vogla se 10 krerë, ndërsa për dhjetëdele financimi është 1.200 lekë për krerë për tufa jo më të vogla se 100 krerë. Fermerët janë në pritje të lëvrimit të vlerës monetare të premtuar nga Ministria për të përballuar shpenzimet që kanë patur gjatë kësaj kohe në fermat të tyre.